Emrin nuk ja mbuloi flamuri me cilin luftoi. Para simbolit kombëtar fshehet edhe diçka tjetër, për çka edhe janë mbledhur gjithë këta njerëz të dielën në Klinë. Madje dikush kishte lënë ana shëndetin. Për pllakën që pritej të zbulohej, një tjetër nuk pyeti për moshën. Të gjithë këta që erdhën për të respektuar veprën e Abedin Regjës, i pristej biri i tij. Përveç tij, këtu ishin edhe gjenerata e tretë e familjes Regja. Këto dhe bashkëmoshatarët e tyre duhet të mësojnë historinë e dëshmorëve dhe luftës së UÇK-s. Do t'ju tregojmë që këtë vend ka pas ushtri qytetar të Kosovës, këtë vend ka pas dëshmor, këtë vend kanë rënë dëshmor, këtë vend e ka bëu dëshmor, askush tjetër s'e ka bëu këtë vend. Këtë shtet e ka bëu ushtria shtetërore e Kosovës. E një komandant me nam në luftë u çoi selam disa njerëzve që nuk ishin të dielën në Klinë. Edhe pse këtu o dashtë këtë edhe institucionet të këtij vendi, sepse pa luftën e drejtë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, me siguri që edhe ata nuk ishin ullë, apo nuk ishin ullë në ato karrikat që sot i gëzojmë falë pikërisht gjakut të Abedin Regjës dhe gjakut shumë bashkëftetarëve tonë. Për zbulimin e kësaj pllake u thirrën disa emra. Shteftoj kryetarin e organizatës veteranëve të luftës në Qandër, zotin Yusuf Gucat, General Samil Ushtaku, General La Ibrahimi. Për komandantin e UÇK-s, Abedin Regja, i njohur me nofkën Sandokani, dikush thuri disa vargje. Pash një burr një trimdaj, me mustaqe një kërzi. Mban të veshur një lek e rrethatorën qystek. Duk pagace e me poshtë gjithmonë në faqe. S'kishte frikë nga plumbja stopi, se për këtë e lindi Zoti. Një tubim tjetër, por në formë të